Mbrëmja e së hënës në Ferma VIP 2 solli një tjetër spektakël plot emocione, përplasje dhe rrëfime personale. Prajmi i 15 ishte një përzierje e fortë debatesh të ndezura dhe momentesh të ndjera që mbajtën publikun të mbërthyer pas ekranit të Vision Plus. Hajde, sa të bukur që jeni bërë! Të tjera formula u shfaqën gjatë mbrëmjes. Publiku ishte ai që kishte sërish në dorë fatin e fermerëve. 4 më të votuarit, Frederiku, Ylli, Andueli dhe Nena u bën pjesë e sfidës. Në bazë të një ndarje në 2 grupe dyshe, nga kryefermer Andueli ju desh të përballeshin me njëri tjetrin. Dhe për Frederikun dhe Anduelin që do të bëjmë patjetër. Shkaftësia, shpejtësia dhe durimi ishin elementët që përmbante sfida, nga e cila dolën fitues grupi Ylli dhe Nena. Si pasojë e këtij rezultati, dyshja Frederik Anduel që dolën edhe humbës të kësaj gare, kaluan automatikisht në televotim për eliminim. Një tjetër moment i tensionuar erdhi pas një detyre të vendosur nga Gaj, i cili u kërkonte fermerëve të shprehnin 3 defekte që shikonin te njëri tjetri në mënyrë anonime. Ndikohet ka njerëz të caktuar. Pas transmetimit të klipit, përplasjet u përshkallëzuan duke reflektuar tensionet të akumuluara mes fermerëve. Çfarë të them? Këta që më thu tash. Çfarë të them? Këta që thu tash. Spektakli mori një kthesë emocionale kur Nena ndau me publikun historinë tronditëse të jetës së saj. Nga divorci i prindërve te konflikte tragjike, emocionuan jo vetëm fermerët, por edhe publikun. Non-stop me ardh, me jetu në shtëpiton. Një surprizë e papritur nga 2 motrat e saj, Nita dhe Suela, pasqyrua një tjetër dimension të Nenës. Prajmi i 15 i Ferma VIP 2 ishte një pasqyrë vërtet intensiteti që po fiton spektakli javë pas jave. Tashmë mbetet për të parë se çfarë do të sjellë televotimi dhe si do të evoluojë dinamika mes fermerëve në javët e ardhshme. Ndërsa ju mos harroni të ndiqni 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanale të dedikuara të platformës Stream, si dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus. Mirë, ju duam.